BDI kërkon ndërheqjen e Izet Megjitit. Pretendon se shantazhon Mickoski me dosje. Reagon Blen me kundër akuza. Presidentja Siljanovska do t'i kërkoj kryeministrit të ri bulgar zgjidhje të re për mosmarrëveshjen dy palshe. Sindikata akademike thot se Ministria e Arsimit nuk i ka pranuar vërejtjet e tyre për ligjet e arsimit të lartë. LDK refuzon ofertën e lëvizjes vetëvendosje për bashkëqeverisje, shkak posti i presidentit. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi me lajmet e orës 15:55. BDI kërkon ndërheqjen e kryetarit të komunës së Çajirit Izet Megjitit dhe përballjen e tij personale me organet e drejtësisë. Sipas tyre, Megjiti është nën kontrollin e plotë të kryeministrit Kristian Mickoski përmes një dosjeje gjyqësore prej 320 faqesh. Dosja dokumenton shkeljet flagrante të ligjit që kanë shkaktuar dëm të drejt në buxhetin komunal në vlerë prej 72 milion eurove, vlerëson BDI. Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon ndërheqjen e menjëhershme të kryetarit të komunës së Çajirit, Izet Megjitit. Ata thonë se kryeministri Kristian Mickoski e mban Izet Megjitin nën kontroll të plot përmes një dosjeje gjyqësore prej 320 faqesh, e cila dokumenton shkeljet flagrante të ligjit që kanë shkaktuar dëm të drejt në buxhetin komunal në vlerë prej 72 milion eurove. Sipas BDI-s, faktet tregojnë qartë se dosja e prokurorisë nuk po përdoret si mjet drejtësie, por si lef presioni mbi kreun e komunës së Çajirit. Burime kredibile konfirmojnë se kryeministri Kristian Mickoski e mban Izet Megjitin nën kontroll të plot përmes një dosjeje gjyqësore prej 320 faqesh, e cila dokumenton shkeljet flagrante të ligjit në fushën e ndërtimtarisë ilegale në Çajir. BDI Dega Çajir thekson se 72 milion euro dëm ndaj buxhetit komunal nuk janë shifër abstrakte. Janë spitale të pakrijuara, rrugë të paasfaltuara, kopshte dhe shkolla që nuk janë ndërtuar dhe qytetar të varfëruar. Sipas tyre, çdo ditë që Megjiti qëndron në post është edhe një ditë më shumë që populli shqiptar në Çajir mban peshën e gabimeve të tij. Për këto arsye, BDI Dega Çajir kërkon me ngulm dhe menjëherë që Izet Megjiti të jap dorëheqjen nga posti i kryetarit të komunës së Çajirit dhe të ballafaqohet individualisht me akuzat juridike ndaj tij, siç kërkon çdo standard elementar i demokracisë dhe i qeverisjes së ndershme. Në anën tjetër, Vleni ka dalë në mbrojtje Izet Megjitit duke akuzuar BDI-n se shpik dosje fiktive. Nga Vlen thonë se BDI funksionon si një zyrë avokatie nën tokës dhe kanë akuzuar se kuadrot e BDI-s po përballen me kallëzime penale që peshojnë plot 700.000 euro. Sulmet e tyre të orkestruara kundër Izet Megjitit janë një projekcion klasik i frikës së tyre, ndërsa BDI shpik dosje fiktive. Kështu thonë nga Vlen përmes një komunikate për mediat, përsa u përket akuzave të BDI-s ndaj kryetarit të komunës së Çajirit. Ata thonë se realiteti i demandon me fakte dhe se pikërisht kuadrot e tyre këtu ditë po përballen me ekspozim publik dhe kallëzime penale për abuzime që peshojnë mbi 700.000 euro. Nga Vlen thonë se BDI sot funksionon si një zyrë avokatie e nën tokës. Ali Ahmeti dhe garda e tij e parë janë të fundit që mund të flasin për nder dhe interesa kombëtare. Opinioni e din mirë dhe arkivat e vërtetojnë BDI ishte dhe mbeti shërbetori më besnik i Sashom Jalkovit, me të cilin në rrethet e ngushta janë marrë vesh për punë të dyshimta. Sipas Vlenit, është qesharake dhe tragjike kur për moral flet Bujar Osmani, i vetmi shqiptar për të cilin Prokuroria Speciale Publike me prova ka pretenduar se është i përfshirë në krim të rënd, ku në të njëjtën vit të turpit sipas tyre qëndron edhe Blerim Bexheti. Vlen thekson se çdo denar i vjedhur nga xhepi i qytetarëve dhe nga xhepi i popullit shqiptar do të kthehet, ndërsa paniku i Ahmetit, Osmanit dhe Bexhetit është vetëm dëshmia më e sigurt se drejtësia më në fund ka trokitur në derën e tyre.
Bashkimi Demokratik për Integrim po kërkon rregullim të ri shtetëror të vendit. Blerim Bexheti ka deklaruar se kjo është bërë domosdoshme, ndërsa thekson se presionet që po u bëhen shqiptarëve dhe tendenca gjithnjë në rritje për të mos respektuar marrëveshjen e Ohrit. Të drejtë për rregullim të ri shtetëror shqiptarët e fitojnë edhe pas deklaratave të kryeministrit për bllokim të integrimeve europiane, deklaroi Bexheti. Shqiptarët kanë të drejtë legjitime që të kërkojnë rregullim të ri shtetëror, deklaroi kështu deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Blerim Bexheti. Këtë deklarat Bexheti e mbështet mbi presionet e fundit që bëhen mbi shqiptarët, por e përmend edhe mos respektimin e marrëveshjes së Ohrit. Sipas Bexhetit, të drejtën për rregullim të ri shtetëror shqiptarët e fitojnë edhe pas deklaratave të kryeministrit për bllokim të integrimeve evropiane. Ky kryeministër destruktiv nuk po pranon marrëveshjen e Ohrit. Dhe këtë nuk e thot për e bën në kontinuitet. Me nënshkrimin e tij është kontestu gjuha e shqiptarëve, gjuha shqipe. E përdor gjykatën kushtetuese si organ parapolitik. Procesin e integrimeve e ka bloku dhe del dhe thot se nëse duhet edhe me dekada do të presë për ndryshime kushtetuese. Bexheti deklaroi se Mickovski e keq përdor edhe gjykatën kushtetuese. Dhe në shtet ne realisht kemi problem serioz ku i ftoj edhe popullatën maqedone, po edhe shqiptare, nëse ka nevojë dhe të bisedojmë se si e lexojmë marrëveshjen e Ohrit dhe si e kuptojmë. Do jeni dëshmitar se qëllimi i krejt këtyre veprimeve dhe presioneve politike bëhet për këtë dhe për procesin integrues. Dhe nëse nuk ka dakordsi, shqiptarët kanë të drejtën legjitime që të kërkojnë rregullim të ri shtetëror dhe vetë të përcaktojnë se si dhe ku duhet jetojnë. Kjo nuk është hera e parë që opozitarët drejtojnë akuza në drejtim të kryeministrit për presion politik ndaj shqiptarëve për mos respektim dhe mos implementim të gjuhës shqipe dhe rrezikim të marrëveshjes së Ohrit. Padisë ngritur nga MPB-ja, Blerim Bexheti do t'i kundërpërgjigjet me padi ndaj ministrit Panço Toshkovski, sepse, siç thot, MPB-ja udhëhequr nga Toshkovski dëshiron të krijojë rast aty ku nuk ka. Sipas Bexhetit, kryeministri Mickovski dhe ministri Toshkovski kanë krijuar një task force parapolitike për përndjekje politike ndaj shqiptarëve. Ai akuzon për përndjekje jo vetëm ndaj tij, por edhe për shumë zyrtar të tjerë të opozitës. Por ky rast nuk mund të shihet jashtë kontekstit politik, kur një kallëzim paralajmërohet me ndjenja, se kryeministrin e kemi me ndjenja, paraprakisht nga politika dhe më pas realizohet nga institucionet, atëherë nuk kemi të bëjmë me drejtësi, kemi të bëjmë me presion. Dhe për këtë do të bëj padi penale të pastër për këtë shpërdorim të detyrës zyrtare nga ana e Panço Toshkovskit. Lidhja Social-Demokrate ka dorëzuar kërkesë në Kuvend për interpelancë për shkarkim nga detyrat të ministrit të bujqësisë Cvetan Trifunovski. Kryeparlamentari Afrim Gashi në një takim jo formal me gazetarët ka thënë se Kuvendi do të shqyrtojë kërkesën e opozitës dhe do të vendosë në rendite të njëjtën në seancën e parë ose të dytë të majit. Veç interpelancës në takimin jo formal, Gashi me gazetarët foli edhe për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat që pritet të dorëzohet në Kuvend. Tha se do të insistoj që për të njëjtin të hapet debati i përgjithshëm me qëllim përmirësimin e të njëjtit me debat dhe akte nënligjore. Koalicioni Bullgaria Progresive udhëhequr nga ish-presidenti Rumen Radev ka dalë fitues absolut i zgjedhjeve të së dielës në Bullgari. Presidentja e vendit Gordana Siljanovska-Davkova do të kërkojë nga kryeministri i ardhshëm një zgjidhje të re për mosmarrëveshjen dypalshe. Kryeparlamentari Afrim Gashi është shprehur optimist se vendi fqinj do të ketë më në fund qeveri stabile me çka do të mbylleshin edhe çështjet e hapura mes Shkupit dhe Sofjes.
Koalizioni Bullgaria Progresive udhëhequr nga ish presidenti Rumen Radev ka dalë fitues absolut I zgjedhjeve të së dielës në Bullgari. Me 98.3% të votave të numruara, Bullgaria Progresive është në krye me 44.7% të votave, e ndjekur nga vazhdo ndryshimin Bullgaria Demokratike me 12.7% dhe Gerbe me 13.4%. Sipas vlerësimeve fillestare, Bullgaria Progresive do të ketë mbi 130 deputet në përbërjen e re të parlamentit, çka do t'i mundsoj të formoj vetë qeverin. Radev e themeloi partin pak para zgjedhjeve pasi mbështeti protestat antiqeveritare në dhjetor, të cilat quan në tërheqjen e buxhetit kontrovers dhe rënien e qeverisë. Premtoj se do të ndërtoj një Bullgari të fortë në një Europë të fortë. Ajo që I duhet Europës në këtë moment është mendim kritik, veprime pragmatike dhe rezultate të mira, sidomos për të ndërtuar një arkitekturë të re sigurie dhe për të rikthyer fuqinë industriale dhe konkurreshmërinë e saj. Ky do të jetë kontributi kryesor I Bullgarisë në misionin e saj evropian. Në 5 vitet e fundit, Bullgaria ka mbajtur 8 herë zgjedhjet e parakohshme pasi nuk ka arritur që të formojë qeveri stabile. Ndërkaq formimi I një qeverie stabile në Sofje është e rëndësishme dhe për Shkupin për shkak të kontesteve që kanë dy vendet dhe të cilat kanë bllokuar procesin eurointegrues të vendit. Presidentja e vendit Gordana Siljanovska-Davkova në reagimin e saj tha se rezultatet zgjedhore në Bullgari ishin të pritshme dhe se me kryeministrin e ardhshëm bullgar Rumen Radev do të kërkojë një zgjidhje të re për mosmarrveshjet dypaleshe me qëllim zhbllokimin e integrimeve evropiane. E kam njoftuar zotin Radev, e kam takuar shumë herë, nuk pajtohemi për shumë çështje, por dim të dëgjojmë njëri tjetrin me respekt dhe të përfundojmë se do të kërkojmë një zgjidhje. Pushteti efektiv në Bullgari është I përqendruar tek qeveria, te ish presidenti, përkatësisht kryeministri I ardhshëm, të cilit me siguri fillimisht do të jepet mandati për formimin e qeverisë. Edhe kryeparlamentari Afrim Gashi ka komentuar zgjedhjet në Bullgari duke u shprehur optimist se vendi fqinj do të ketë më në fund qeveri stabile, me çka do të mbylleshin edhe çështjet e hapura mes Shkupit dhe Sofjes. Është normale që për ne si shtet në interes të kemi një qeveri politike të qëndrueshme në Sofje, në mënyrë që t'i mbyllim çështjet që janë të hapura. E dini se kjo qeveri, nga fillimi, ka një përkushtim të qartë se rruga europiane është pjesë e agjendës dhe prioriteti ynë, por sigurisht dilemat për të cilat tashmë është e qartë, cilat janë, duhet t'i zgjidhim së bashku me një qeveri politike në Bullgari. Maqedonia e Veriut është e bllokuar në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian për shkak të mosmarrveshjes me Bullgarinë, e cila kërkon përfshirjen e bullgarëve në kushtetut. Qeveria e Mickoskit nuk ka pranuar që të realizojë ndryshimet kushtetuese, pa marrë garanca se pas kësaj vendi nuk do të përballet me kërkesa të reja në rrugën drejt BE-s. Sot është mbajtur briefing me gazetar për akuzat ndaj gjykatësit Gjoko Ristov. Ekspertiza ka treguar se paratë në mur kanë qenë të gjykatësit Ristov, e jo të prindërve të tij, siç pretendonin ata. Mirëpo prokuroria ende nuk ka arritur të vërtetojë se gjykatësi ka marrë mito nga lëndët që ai ka punuar. Edhe pasi prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit ngriti padi për gjykatësin Gjoko Ristov, edhe pasi prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit ngriti padi për gjykatësin Gjoko Ristov, nuk ka arritur të vërtetojë preardhjen e 350.000 eurove, të cilat u gjetën në shtëpinë e prindërve të tij. Mirëpo sigurojnë që paratë gjetura në murin e betonuar janë të tijat, duke kundërshtuar tezën e prindërve të gjykatësit që ato para ishin fituar nga bujqësia apo kursimet që kishin bërë. Prokuroria e Lëndës Iskra Haxhi Vasileva dhe kryetari prokurorisë për ndjekjen e krimit dhe korrupsionit Islamabazi në briefingun me gazetar thanë se ata nuk mund të vërtetojnë se gjykatësi ka marrë mito nga lëndët që ai ka punuar. Gjatë hetimit, siguruan prova të pakundërshtueshme se pikërisht I akuzuari Gjoko Ristov është ai që I ka fshehur paratë, të cilat janë fituar në mënyrë të kundërligjshme. Këtë e vërtetuan përmes ekspertizës nga gjurmët biologjike. Denoncimin për mito në rastin e të akuzuarit Lupço Pesov djalli, në rastin Zinxhiri e kishte bërë vetë ai dhe motra e tij, ndërsa të njëjtën e ka pranuar edhe avokati Fehmi Stafa, për çka edhe u dënua me 15 muaj burg. Ky rast, thot prokuroria, duhet të motivojë të gjithë qytetarët që të denoncojnë korrupsionin.
za funksionerit. Për funksionarët dhe bartësit e funksioneve publike, kjo do të thotë që të punojnë sipas ligjit, sepse ne për këtë jemi zgjedh dhe për këtë marrim paga. Për të gjithë qytetarët që disa herë përmes këtyre lëndëve që prekin praktika korruptive, do të thotë të inkurajohen ta denoncojnë këtë lloj krimi, që është i vështirë për të siguruar prova. Megjithatë, mendoj se të gjithë duhet të kontribojmë që të jetojmë në një shoqëri më të mirë. Pas dënimit të stafës, ai kishte pranuar se kishte marrë mito për të ndikuar tek gjykatësi i apelit për të zëvendësuar masën e paraburgimit me mas arresti shtëpiak Lupço Pesovit, i cili ishte në arrati. Sindikata e pavarur akademike informoi se Ministri i Arsimit Vesna Janeva nuk ka pranuar një pjesë të madhe të propozimeve të tyre për përmirësim të teksteve të pak ose 3 ligjeve për arsimin e lartë dhe për shkencë. Përfaqësuesi ynë i arsyetoi vërejtjet dhe argumentet lidhur me vendimet e propozuara ligjore, me theks të veçantë në çështjet lidhur me respektimin e parimit të autonomisë universitare, shpërndarjen e kompetencave mes trupave të pavarur dhe pushtetit ekzekutiv, kushte për zgjedhje në profesionet mësimdhënëse shkencore dhe financimin e veprimtarisë shkencore-hulumtuese, si dhe autonomisë financiare dhe kadrovike të institucioneve shkencore dhe të arsimit të lartë. Thuhet në komunikatën e sindikatës, duke shtuar se një pjesë e madhe e vërejtjeve të tyre nuk është pranuar. Sindikata thekson se mbetet e përkushtuar në parimet autonomisë akademike, mbrojtjen e cilësisë dhe përgjegjësisë institucionale të arsimit të lartë dhe të shkencës. Vlera e shportës minimale sindikale në prill 2026 është 68.797 denar, që është një rritje prej 979 denarash, krahasuar me marsin kur ishte 67.818 denar. Nëse llogaritet edhe kostoja e një apartamenti me qira prej 60 metra shkatror, vlera e shportës arrin në 84.172 denar. Sipas të dhënave të fundit, në periudhën nga janari deri në prill 2026, shporta minimale sindikale është rritur me gjithsej 3.305 denar. Lidhja e sindikatave të Maqedonisë më 28 janar dhe 14 mars ka kërkuar rritje të pagës minimale, por qeveria dhe punëdhënësit nuk e kanë pranuar kërkesën e tyre. Edhe si vjet, lidhja e sindikatave të Maqedonisë do të organizojë protest për ditën ndërkombëtare të punës më 1 maj. Lidhja thekson se mijëra punëtorë do të protestojnë për rritjen e pagës minimale dhe rritjen e pagave të tjera. Lidhja e sindikatave të Maqedonisë që nga viti 2018 çdo vit organizon protest masive të punëtorëve më 1 maj, ditën ndërkombëtare të punës. Edhe këtë vit, duke filluar nga ora 11 përpara shtëpisë së punëtorëve në Shkup, do të fillojë protesta me moton: për pagë luftojmë, nuk lutemi. LSM thekson se angazhimi i punëtorëve nuk është vetëm një protest, një grevë apo një blokadë, por sipas tyre ajo është një përpjekje e vazhdueshme e punëtorëve dhe sindikatave për ruajtjen dhe përmirësimin e të drejtave të tyre. Këtë vit, 1 maj ishte dhe më 28 janar dhe më 14 mars, ku mijëra punëtorë protestuan për rritjen e pagës minimale dhe rritjen e pagave të tjera. Protestat do të vazhdojnë edhe pas 1 majit, sepse tashmë më 4 maj në ditën e parë të punës, paga minimale do të jetë përsëri më e ulta në rajon, ndërsa punëtorët do të kenë pagat më të ulta në rajon. Bëjmë thirrje për solidaritet edhe nga ata punëtorë për të cilët sindikata tashmë kanë siguruar rritje pagash. LSM bëri të ditur se 1 maj, dita ndërkombëtare e punës, është dita kur protestat dhe demonstratat janë një detyrim ndaj luftës së punëtorëve në të kaluarën dhe një përgjegjësi ndaj luftës së tyre në të ardhmen, duke shtuar se solidariteti i punëtorëve nuk duhet të ketë kufi dhe se sot luftojnë për ata me pagat më të ulta. Komisioni Rregullatori i Energjetikës vendosi që nga mesnata çmimi i benzinës dhe naftës të ulet për 1.5 denar për litër, ndërsa çmimi i vajit ekstra të lehtë të shtrenjtohet për gjysmë denari.
Përveç lirimit në fjalë, vlen edhe lirimi që jep Okta prej 3 denarëve për naftën dhe 2 denarëve për benzinën. Sipas vendimit të fundit të kërres, duke ashtuar edhe lirimin nga Okta, nga mesnata 1 litër benzinë BS 98 do të shitet për 80.5 denar. Benzina BS 95 do të kushtoj 78.5 denar për litër. Dizeli do të shitet për 91 denar për litër. Nuk ka pasur marrëveshje për çështjen e presidentit në takimin ndërmjet Albin Kurtit dhe Lumir Abdigjikut. Kurti deklaroi se Abdigjiku ka refuzuar ofertën për të bërë zëvendës kryeministër dhe për të marrë disa ministri. Abdigjiku ka konfirmuar se kanë pasur ofertë për të hyrë në qeveri dhe për të marrë postin e kryetarit të kuvendit, por kanë thënë se nuk kanë pranuar këto për shkak se lëvizja vetëvendosje këmbgul që të marrë postin e presidentit. Kryeministri Albin Kurti ka propozuar kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjiku postin e zëvendës kryeministrit si dhe disa ministri. Kreu aktuali i qeverisë deklaroi se LDK nuk është dashur që të refuzojë këtë ofertë. Fillimisht ne ofruam që Lidhja Demokratike e Kosovës në bashkëqeverisje me lëvizjen vetëvendosje dhe me partnerët e tjerë që i kemi ne në mazhorancën prej 66 deputetëve, ta ketë zëvendës kryeministrin, ministrinë e punëve të jashtme dhe 3 ministri të tjera. Unë kam preferuar që zëvendësi imi të bëhet pikërisht zotëri Abdigjiku dhe në këtë mënyrë të fillojmë një kapitull të ri të bashkëpunimit e bashkëveprimit midis lëvizjes vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kurti deklaroi se zgjedhjet nuk janë të nevojshme sepse kushtojnë së paku 10 milion euro ndërsa sjellin rezultate parafërsisht të përsëritura. Zgjedhjet nuk do të sjellin zgjidhje për shkak se sërish nuk do ta kemi numrin prej 80 deputetëve për të siguruar kuorumin në sallë, deklaroi Kurti. Ndërkohë Abdigjiku ka thënë se vendi duhet të jetë i përgatitur për zgjedhje të reja nëse nuk arrihet marrëveshje politike. Ne kemi pasur 2 propozime deri më tani. E para ka qenë rreth pjesëmarrjes në qeveri, ku LDK-s jepet pozita e zëvendës kryeministrit dhe 4 ministri. Dhe propozimi i dytë ka qenë rreth kryeparlamentarit, por në të 2 rastet ka pasur insistim për të mbajtur pozitën e presidentit tek lëvizja vetëvendosje. Kjo ka qenë pikërisht arsyeja pse kemi pasur bllokadë para gjykimit gjykatës kushtetuese. Dhe ky propozim natyrisht se siç kemi thënë vazhdimësisht i papranueshëm për LDK-n. Gjatë takimit të sotëm, Kurti dhe Abdigjiku janë takorduar që të mos takohen më për çështjen e presidentit, ndërkohë Kurti tha se i ka shkruar kryetarit të PDK-s për një takim të mundshëm. Partitë po diskutojnë për zgjidhjen, ndërkohë që afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit do të skadojë më 28 prill. Nëse nuk përmbushet ky afat, atëherë vendi do të shkojë në zgjedhje të reja. Qeveria e Kosovës e ka shpallur si organizatë terroriste Korpusin e Gardës Revolucionare të Iranit. Kryeministri Albin Kurti tha se përmes këtij vendimi, Kosova e forcon qëndrimin e saj në mbrojtjen e sigurisë ndërkombëtare, vlerave demokratike dhe të drejtave të njeriut. Ky është rreshtim i qartë i Kosovës për krah aleatëve të vet strategjik në luftën e përbashkët kundër terrorizmit, theksoi Kurti. Ai përshkroi Gardën si strukturë që e përdor terrorizmin dhe dhunën e organizuar si instrument të politikës së jashtme, duke kontribuar në destabilizimin rajonal dhe global. Irani me një popullsi prej mbi 91 milion banorësh nuk e njeh Kosovën si shtet dhe nuk ka marrëdhënie diplomatike zyrtare me vendin. Ministria e Jashtme e Iranit deklaroi se tash për tash nuk kanë plane për të marrë pjesë në një raund të ri bisedimesh pasi Shtetet e Bashkuara sekuestruan një anije mallrash me flamuri iranian në ngushticën e Hormuzit. Sulmi vjen disa orë pasi presidenti i SBA-s Donald Trump njoftoi se po dërgon ekipin e tij në Islamabad për bisedime të mundshme me Iranin. Ndërkohë, Pakistani po e forcon sigurinë në Islamabad për bisedimeve të mundshme
mundshme duke mbyllur pjesë të qytetit dhe duke vendosur 20.000 personel sigurie. Në anën tjetër në Liban, armëpushimi 10 ditor me Izraelin është në fuqi, ndërsa mijëra njerëz që vazhdojnë të kthehen për të kontrolluar shtëpitë e tyre të shkatëruara në jug. Shikues të nderuar, këtu është fundi i lajmeve. Ju falenderoj që na ndoqët, mirupafshim.